Kam edhe një thirrje të fundit që ja drejtoj Taulantit, i cili për çdo ditë merr ato fotot e orës 7 nga protesta dhe tallet me protestuesit. I them që Taulant, ki kujdese përballë nuk ke më Saliun, përballë ke rinin shqiptar për plot 43 ditë për një Shqipëri të re, dhe vazhdo me syleshsin tënde të tallesh me të rinj që janë aty dhe që pas 43 ditësh me radhë sot ndoshta janë pak më pak se sa para disa javësh, por unë do të përgjigjem në emër të tyre, edhe pse jo me fjalët e mia, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugos, me fjalët e Gwynplenit, i cili thot: "Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos harroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund." Ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutëshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin, por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote.